Presidenti i Republikës Bajram Begaj bashkë me zonjën e parë Armanda Begaj votuan mëngjesin e sotëm për parlamentin e ri. Kreu i shtetit theksoi se këto votime janë të një rëndësie të veçantë pasi janë të para zgjedhjet që zhvillohen pas hapjes së negociatave për anëtarësim në Bashkimin Evropian. Produkt një proces i qetë, proceset zgjedhore janë të rëndësishme për qytetarët, për vendin dhe për demokracinë. Po kjo ditë e sotshmja ka një rëndësi të veçantë për faktin që kemi hapur negociatat për anëtarësim në Bashkimin Evropian, për herë të parë voton diaspora dhe zgjedhjet duhet të plotësojnë standardet më të mira. Kjo ditë e sotshmja mendoj që duhet jetë një ditë e gëzuar, një ditë feste, ku qytetarët duhet të shprehin lirisht vullnetin e tyre, pa presion dhe kuptohet me përgjegjshmëri që zëri i tyre të dëgjohet. Po kështu do të jetë dhe procesi i administrimit dhe procesi i numërimit dhe administratorët zgjedhor e kanë për detyrim ligjor të përgjigjen kërkesave të qytetarëve shqiptar. Uroj më të mirën për